Meteorologët bëjnë parashikimin e motit për këtë javë të dytë të muajit janar, teksa theksojnë se do të kemi të bëjmë me një përmirësim të motit nga ana rreshjeve. Sipas meteorologëve, këtë javë ka një përmirësim të motit. Do të ketë alternime të vranësirave, por pa rreshje. Problematik ka qenë rënja e ndjeshme e temperaturave të ajrit me vlera -12 gradë në qytetet e zonave malore. Ndërkohë nga dita e martë në vijim, do të kemi një tërheqje të ftohtit duke bërë që të ketë derritje të temperaturave të ajrit. Sipas meteorologëve, fundjava do të sjellë vlera negative vetëm në zonat e thella malore. Ndërkohë që sot era është e fortë të paktën deri në orët e pasdites, ndërsa nga e marta në vijim do të ketë rënje të intensitetit të parametrit të erës. Këto temperatura të ulta që regjistrojnë disa gradë nën zero në një pjesë të madhe të territorit shqiptar kanë sjellë dhe ngrica në akset rrugore, por pothuajse e gjithë shtrirja lindore deri të mërkurën do të ketë përsëri një situatë të tillë, sepse temperaturat e ajrit do të vijojnë të jenë të ulta. Kështu sipas meteorologëve, të martën e në vijim edhe në rajon do të ketë rritje të temperaturave të ajrit.